ndryshon, Shqipëria zbehet, iluzioni i zhvillimit nën qeverisjen Rama. Prej më shumë se një dekade, Shqipëria po jeton një paradoks të dhimbshëm. Kryeqyteti po transformohet me ritme të shpejta, ndërsa pjesa tjetër e vendit po shuhet në heshtje. Tirana duket sikur jeton në një realitet tjetër, një realitet me kulla, drita, fasada luksi dhe rrugë të mbushura me kafene e zyra të qiradhëna me çmime europiane. Por sa po largohesh pak kilometra nga bulevardi dëshmorët e kombit, tabloja ndryshon rrënjësisht, rrugë të shkatëruara, fshatra bosh, shkolla të mbyllura dhe spitale pa mjek. Ky kontrast është fytyra e vërtetë e Shqipërisë së qeverisë Rama pas 4 mandateve të pandërprera në pushtet. Zhvillimi i përqendruar në Tiranë, një politikë e qëllimshme. Për 12 vite, investimet publike, projektet infrastrukturore, qendrat e punës, madje edhe vëmendja mediatike janë përqendruar pothuaj ekskluzivisht në Tiranë. Nga ndërtimi i kullave shumëkatëshe të projekti i Unazës së Madhe, nga sheshi Skënderbej i rikonstruktuar deri te lana e betonizuar, çdo projekt është bërë për të ushqyer idenë se Shqipëria po ecën përpara. Por në të vërtetë, vetëm Tirana po ndërtohet, ndërsa pjesa tjetër e vendit po shkatërohet. Në Kukës, Tropoj, Dibër, Kolonja apo Skrapar, fshatrat janë kthyer në hije të vetvetes. Rinia është larguar, tokat janë djerë dhe ekonomia lokale ka rënë në koma. Në vend të një politike të zhvillimit të balancuar, kemi një politikë të centralizuar që i shërben vetëm propagandës vizuale. Tirana është bërë vitrinë, ndërsa Shqipëria e vërtet është depoja e harruar pas perdeve të betonit. Shpopullimi, kanceri që po vret kombin. Statistikat janë të ftohta, por tronditse, mijëra familje largohen çdo vit nga Shqipëria. Fshatra të tëra janë boshatisur, shkolla mbyllen çdo muaj për mungesë nxënësish dhe komunat rurale janë kthyer në territore fantazmë. Kjo nuk është thjesht pasojë e varfërisë, është rezultat i një modeli ekonomik që nuk ofron shpresë jashtë Tiranës. Nëse në kryeqytet një i ri mund të gjejë një punë në call center apo në një kompani private, në fshat nuk ka as ujë të pishëm e as rrugë. Kur fshatrat vdesin, qytetet e vogla humbasin frymën, tregtia ndalet dhe zinxhiri social prishet. Kështu fillon vdekja e ngadaltë e një kombi, në heshtje, pa bujë, pa revolta. Rama flet për fitore, ndërsa Shqipëria po humb betejën për ekzistencë. Në çdo dalje publike, Edi Rama flet për fitore elektorale, fitore në turizëm, fitore në ekonomi. Por çfarë fitoreje është kjo, kur mbi 700.000 shqiptar janë larguar në dekadën e fundit? Çfarë fitoreje është kjo kur 60 e bujqësisë është lënë në mëshirën e motit dhe tregjeve të huaja? Kur mjekët, mësuesit dhe inxhinierët tanë po punojnë në Gjermani e Angli, ndërsa në Shqipëri mbeten vetëm të moshuarit që mezi i mbajnë gjallë fshatrat e zbrazur? Ky është dështimi më i madh i qeverisë Rama, dështimi për të mbajtur shqiptarët në Shqipëri. Tirana nuk mund të jetë sukses kombëtar kur gjithë kombi po zbrazet. Zhvillimi nuk matet me numrin e kullave, por me cilësinë e jetës në çdo cep të vendit. Kur qeveria haron fshatin, haron rrënjët. Fshati është themeli i një kombi, aty lind buka, tradita dhe identiteti. Por sot, ai është lënë në mëshirë të fatit. Në shumë zona malore, rrugët janë të pakalueshme, shkollat të mbyllura, ndërsa spitalet më të afërta janë 50 kilometra larg. Kjo nuk është thjesht neglizhencë, është shpërfillje e qëllimshme. Një qeveri që kërkon kontroll total, e di mirë se një popull i varfër dhe i shpërndar është më lehtë për t'u manipuluar. Dhe kjo është arsyeja pse Tirana shkëlqen ndërsa pjesa tjetër e Shqipërisë zbehet, sepse aty ku ka varfëri, ka edhe heshtje. Nëse nuk luftojmë për Shqipërinë, askush nuk do ta bëjë. Shqipëria nuk mund të shpëtohet nga jashtë. Nuk do të vi as Beja, as Shbat, e as ndonjë investitor i huaj për t'i ringjallur fshatrat tanë, për të hapur shkollat apo për të sjellë shpresën. Këtë mund ta bëjmë vetëm ne, me reagim, me mospranim të kësaj gjendjeje të sëmurë. Sepse kur ne heshtim, Shqipëria vdes pak nga pak. Dhe një ditë, kur Tirana të jetë mbushur me kulla, e gjithë pjesa tjetër e vendit do të jetë një tokë e boshatisur pa shpirt, pa njerëz, pa shpresë. Përfundim, koha për ta zgjuar Shqipërinë nga hipnoza e betonit. Rama mund të mburret me Tiranën, por historia do ta gjykojë për Shqipërinë që vdiq jashtë saj. Zhvillimi nuk është vetëm fasadë, është shpërndarje drejtësie ekonomike, sociale dhe territoriale. Deri atëherë, Shqipëria do të vazhdojë të jetë një vend me një zemër që rre në Tiranë, por me një trup që po vdes ngadalë në çdo anë të saj. Dhe pyetja e fundit mbetet. Nëse nuk e shpëtojmë ne Shqipërinë, kush do ta bëjë?